Beni, kam edhe për ty të njëjtën pyetje, sepse ka shumë akuza nga zoti Rama sa i përket përfshirjes në protesta të shqiptarëve nga Maqedonia, nga Kosova, madje shumë ish-ministra, deputet kërkuan distancim nga zoti Kurti për përfshirjen e vetëvendosjes në këto protesta në Tiranë. Qartë, mendoj që është e tepërt. Mendoj që është e tepërt sepse Shqipëria energji në këtë protestë, sidomos në ditët e para, më vjen keq se u bëra disa ditë që nuk jam më atje. Ka qenë nuk je se nuk do apo? Tani duke Jo, nuk jam sepse jam në Zagreb. E kuptova. Por gjë që më ka përgjithësuar është energjia e ditëve të para deri në ditën e 25 ka qenë e jashtëzakonshme. Energji e bukur, energji e çlirët, një gjë jashtëzakonisht e mirë. Në momentet kur u tha që po vinin dhe kishte filluar demonstrime, dhe ato i pam, domethënë, demonstrime të disa djemve të cilët merren me sloganet e UÇK-s dhe të tjera, personalisht më duken të tepruar. UÇK-ja ka vendin në Kosovë, UÇK-ja tani ka vendin në histori. Tashme janë forcat e sigurisë Kosovës që meritojnë mbështetjen më të madhe, sepse ndryshe nga profesori më përpara, po të ma linit pak më shumë do i thoja diçka që në gjërat, në armatimet që u kapën ke njerëzit e Banjskës, dhe kjo shmanget ke ne, ka qenë një rekuizit e tërë që ishte e menduar për pushtimin e veriut. Kuptohet që kjo dështoi fal kësaj trupe të jashtëzakonshme dhe kjo trup tash meriton nderimin e këtyre njerëzve. Ndërsa UÇK-ja, ne të dy e dim shumë mirë që se sa vëmendje po i kushtojnë në Kosovë, ndërsa ata të shkretet ju e keni parë që ju shtyë prapë verdikti nga Koriku, u shtyë në shtator. Ata praktikisht e bën dënimin 6 vjet. Po e kuptoni, besoj, sepse ju jeni tash nga ndjekëset e përditshme bashkë me Frankon të situatës rajonit, dhe arrini ta kuptoni se sa shumë po i respektojnë në Kosovë ata. Dhe më vjen, është shumë e trisht kjo, ndërkohë që një pjesë e madhe të njerëzve, ne u mbytëm thjesht me një histori fare banale që Dritani ishte apo nuk ishte luftari i UÇK-s. Ndërkohë që ne ju dini në gjyq është bërë një luftë gati 3 vjeçare për të llogaritur se si ishte zinxhiri i autoritetit komandues të UÇK-s. Po të kthehem direkt ke pyetja juaj. Duket që ky presion, këto grupe të cilat janë grupe eksportuese, po mendoj që në një farë mënyre po fryn nacionalizmin përkundrejt problemeve të brendshme që kemi. Dhe problemet e brendshme janë shumë të mëdha. Në Kosovë, ju e dini, është vendi më i varfër i Ballkan. Duan apo nuk duan ata. Zoti Kurti duhet ta di shumë mirë që vendi i tij ka shumë probleme ekonomike, sociale, tash edhe politike. Maqedonia e Veriut, ju e keni parë dhe kemi rastisur edhe bashkë në studio kur njerëzit të cilët janë gati dhe në qeverisjen e Maqedonisë së Veriut nuk arrin të shikojnë situatën e bashkëdhetarëve të tyre. Dhe kjo është e trisht, dhe tani të eksportosh ta njerëz, të eksportosh njerë në Maqedoninë e Veriut, njerë në Shqipëri, madje të sjellësh edhe nga Presheva këtu në Tiranë, po mendoj që është jashtëzakonisht e tepërt. Në Preshevë na duhet që njerëzit të qëndrojnë aty dhe të ketë mundësi Tirana dhe Prishtina të ndihmojnë ekonomikisht, të ngrenë bizneset, të bëjnë presion Serbisë që ajo të ripopullohet, sepse më besoni Presheva po braktiset, dhe nuk është e largët dita që po vazhdoj kështu, ata të fillojnë të flasin serbisht. Po i njëjta gjë në Maqedoninë e Veriut, ju e keni parë se çfarë po bëjnë ata me tabelat para syve të njerëzve, autoriteteve shqiptare. Dhe nga ana tjetër këtyre njerëzve që me sloganet e UÇK-s vinë në Tiranë. Do ishte më mirë të paktën të krijonin një lloj qetësie në Kosovë dhe mos të shtonin këtë dozën e urrëties që t'ju themi element, Esmeralda, e shikoj që këtu është një dozë urrëtie e frikshme.